Shpërblimi për pensionistët për festat e fundvitit është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë. Ministri i Financave Petrit Malaj në Komisionin e Ekonomisë tha se edhe për këtë vit është parashikuar që bonusi për pensionistët në fundvit të shpërndahet sipas fashave të një viti më parë. Kush ka pension deri në 200.000 lek do të marri 15.000 lek dhe kush ka pension mbi 20.000 lek do të marrin bonus fundviti 10.000 lek, tha Ministri Petrit Malaj. Në rishikimin e buxhetit 2025, qeveria ka parashikuar që pensionistët këtë fundviti do të kenë një buxhet më të madh të dedikuar nga qeveria për sa i përket bonusit të përvitshëm. Ky buxhet është 5.9 miliard lek. Bonusi i fundvitit do të shpërndahet për rreth 756.000 pensionistë në muajin dhjetor. Shpërblimet kalojnë në llogaritë e pensionistëve në muajin dhjetor 2025 dhe paguhen gjatë këtij muaji. Në rastet kur pagesat efektive nuk kryhen brenda muajit dhjetor 2025, ato paguhen deri në datën 30/6/2026. Shpërblimet e patërhequra parashkruhen pas datës 30/6/2026.